Një nga temat mjaft interesante e cila ja vlen për t'u përmendur është dhimbja e kokës, që shumica prej jush e kanë këtë gjë. Këtë video e kemi folur dhe e kemi sqaruar dhe në disa video në kanalin tonë. Gjithsesi po e cekim prap. Atëherë, është e shumë llojshme, mund të vijë nga shumë shkaktarë. Disa nga kryesorët janë qëndrimi i tepër në kompjuter, mospirja e ujit mjaftueshëm, në mungesa e ujit, domethënë dehidratimi i trupit, mund të jetë pjesa e cervikales, që shpesh është një faktor tepër ndikues në dhimbjen e kokës. Mund të jetë dhimbjet e veshit, që mund sjellin edhe këto dhimbje koke. Domethënë janë një shumëllojshmëri, është shumë e vështirë. Gjë që ne ju rekomandojmë është çdo njeri e njeh vet trupin e vet. Që do me thënë, unë e di që nëse s'kam pi ujë mjaftueshëm, pi ujë dhe kjo gjë më kalon. Sepse, siç e dini, më shumë se 65% e trupit njeriut është e përbërë nga ujë. Do me thënë, dehidratimi mund të shkaktojë edhe dhimbje koke. Kjo gjë është e vërtetuar. Tjetra është njerëzit që kanë probleme me cervikalën. Është një temë mjaft e komplikuar, nuk është ashtu siç mendoni ju. Që do me thënë, okay, po bëj një herë kiropraktik, po e kërcas vertebrën dhe okay, u lirova. Mua më duket pak temë më ndërlikume, sepse eksperienca dhe njerëzit e shumë që kanë ardhur në klinik me këtë lloj problemi e kemi parë që nuk është aq e kollajt. Por gjithsesi, këtu jemi për të folur, për të diskutuar. Nëse keni komente, mund t'i lini në koment në video ose mund t'na shkruani në privat, siç e kam thënë në videot më përpara. Për gjithë secilin do mundohem t'ju jap një përgjigje, shpresoj t'ju ndihmoj, por mos harroni, edhe ne si fizioterapist nuk jemi magjistar. Ne dim ato gjëra që kemi studiuar, kemi mësuar e po vazhdojmë t'i mësojmë. Po bëjmë terapi me pacientët, dhe aty ku terapia ka qenë më efikase, kemi krijuar një konkluzion, një mendim që okay, këtu mund bazohemi dhe kjo gjë e ndihmon pacientin ton. Prandaj, nëse keni këto lloj gjëra, siç ju thash, na kontaktoni dhe do mundohemi të gjejmë për gjithë secilin nga ju një zgjidhje. Kalofshi mirë, PhysioStyle.